Nuk e di nëse ka video regjia jon për të na qerasur, megjithatë le të mirëpresim pa humbur Konsideroj Lavatika. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Tanim duhet të të falenderojmë mbi të gjitha për kontributin tënd dhe për ngritjen e zërit në ndoshta në agorën më të rëndësishme të diskutimeve politike edhe për fatin e Shqipërisë. Ma trego pak ti me detaje me fjalët e tua. Atëherë si pjesë e kolektivit Misdhe, një kolektiv I cili është marrë prej 2 vitesh duke kundërshtuar marrëveshjen Rama-Meloni, kemi qenë të ftuar në një nga tryezat e diskutimit që bëhet për emigracionin në Parlamentin Evropian. Aty ku kemi pasur mundësinë që të flasim se si e shikojmë ne të gjithë të proces edhe për sa I përket paktit Rama-Meloni, po edhe përtej saj. Duke filluar nga fakti që pakti Rama-Meloni është një tregues në fakti një marrëdhënie të pabarabartë që ne kemi parë vazhdimisht mes Europës edhe Shqipërisë. Pse e them të pabarabartë, të pasinqertë, jo demokratike etj. Është sepse në gjykimin tim, ai sa kemi pasur mundësi të ndjekim edhe duke ardhur tek marrëveshja Rama-Meloni, që ndoshta është simbolika më treguese e kësaj marrëdhënie, ka qenë një mbështetje e pakursyer ndaj një autokratit korruptuar, antidemokratik që ne kemi pasur kryetështetit që është Edi Rama. Në këtë kuptim, mendoj që për ne ka qenë e rëndësishme qoftë si aktivist, qoftë si qytetar shqiptar, qoftë si individ që e kemi parë keq qeverisjen. Si njerëz të lirë për të bërë ato detyrë minimale qytetare për të thënë si e shikojmë në realitetin, sepse për fat të keq shpesh në Shqipërinë e në Tiranë, sidomos realiteti shikohet me sytë e Brukselit. Pra kemi parë tituj bombastik nga përfaqësues Parlamentit Evropian apo institucioneve të tjera europiane që na tregojnë për progrese që nuk ekzistojnë. Pra ndërkohë që ne kemi parë për shembull në raportin e zgjedhjeve është flagrante, si më thën, mungesa sinqeritetit në deklarata, në raporte të tjera të institucioneve europiane. Dhe nga ana tjetër mbështetja që I kanë dhënë e pakursyer, vetëm mbështetje, po them, në kuptimin institucional, por edhe financiar, një qeverie të korruptuar që doli që kishte vjedhur jo vetëm paratë e shqiptarëve, po edhe fondet e BE-s. Në këtë kuptim, për ne ka qenë e rëndësishme për të thënë këtë gjë. Edi Rama në gjykimin ton, një nga mbështetjen kryesore të vet, qeverisjes vet, ka qenë mbështetja e pakursyer ndërkombëtarëve, të cilën ne nuk mund ta pranojmë qoftë për ndoshta një marrëdhënie të mirë që duam të kemi me perëndimin me Europën apo SBA-n për të pasur një autokrat vazhdimisht në krye. Për mua është një sakrificë shumë e madhe që ne e bëjmë dëm të vetes tonë. Në këtë kuptim, kryesisht ajo që kemi dashur të themi edhe të ngrem zërin është për t'i thënë institucioneve europiane që ne kemi parë, e dim që keni mbështetur një autokrat, po mbështesni një autokrat në krye të Shqipërisë, dhe ky është realiteti që ne shohim për te raporteve që ju nxirrni, prodhoni, shpërndani e tjerë. Mund ta dëgjojmë pak çastet, lutem, Sidorelën në Bruksel. Na ndihmo pak regjia këtu. Nëse nuk e keni vetëm Sidorelën edhe materialin që kishim përgatitur video, lutem. T'japim pak kohë kolegëve tanë se s'ka problem. Gjithë për Bruksel janë dhe këta. Nuk e dëgjoj unë këtu në studio apo nuk ka audio? Much. I am Sidore Lavatnika, coming from Tirana, Albania, and I want to put a short comment on the Italian and Albanian pact, Rama-Meloni pact. I want to emphasize that we as Albanian activists want to say that Rama-Meloni pact is not only a symbol of the Europe decadence as we see and democratic decline, but also a direct attack on the democratic perspective of Albania. Why I'm saying this is because seeing European leaders and European institutions applauding actually autocratic leader that decided himself for this pact that not only violates human rights of migrants, but also human rights of Albanians that actually didn't have a right to say on this pact, seeing the European institution applauding autocratic pact of two autocratic leaders is actually a very big shame. I want to say that also this support that
the Prime Minister of Albania had from agreement on this pact is not actually a partnership. It's also a historic failure of Europe, a Europe that is shutting down its values while it's asking us to believe in them. And I want to say that it's not only the problem that Albania decided to have this pact, but also because it is used as an example for other countries to also build these camps. For example, see Kosovo, that has voluntarily agreed to do the same as Albania, is a risk that how the undemocratic examples can be spread in the region. I want to conclude also by saying when it comes to detention centers, it's not the problem how costly they are. Of course, that is a problem, but I think the main problem should be how undemocratic they are and how them directly violates human rights of migrants and also of communities where they are being placed. And that they shouldn't exist in the first place. I want to say that we should, how we imagine and how we discussed in our group is we should start imagining another Europe which is democratic, another Europe which is free of undemocratic, racist and colonizing policies of EU, and also starting to build democratic institutions. I want to be very honest with you. A lot of our friends doesn't believe in these institutions anymore. And my question would be how we can start from there, how we can build democratic partnerships between activists, between institutions, between political representatives to actually have trust in our... Kjo është një pjesë e fjalës, Sidorela, pyetja është e thjeshtë, reagimi më pas, cili ishte? Ne jemi mësuar me institucionet burokratike europiane. Unë nuk nuk kam pritshmëri dhe sigurisht që për ne e rëndësishme ka thënë për ta thënë fjalën tonë siç ne e mendojmë, siç ne e kemi parë dhe siç e përjetojmë. Është e pafalshme që sot shqiptarët dhe Shqipëria të shohin shpëtimin vetëm nga perëndimi nga Europa dhe SBA-ja. E kemi parë që kemi qenë, si më thënë, viktimat politikave të tyre në rast se ju është përshtatur me linjën e tyre, në rast se jo, kemi kaq vite që kemi një autokrat në krye me mbështetjen e tyre. Dhe më së paku evidentimi apo denoncimi i kësaj marrëdhënie që në fakt bëhet mbi kurrizin ton dhe mbi të gjitha duke thënë që mbështetja për Edi Ramën nuk është mbështetje për shqiptarët dhe Shqipërinë, sepse ne kemi parë se si keq qeverisja, vjedhja, korrupsioni e kësaj qeverie kanë larguar miliona shqiptar, kanë larguar shokët e mi të universitetit. Kemi parë se si pasuritë publike janë vjedhur ose janë privatizuar. Kemi parë se si fondet e BE-s për rindërtimin janë vjedhur ose janë përvetësuar, ne nuk dim sot çfarë bëhet. Dhe të shohim institucionet europiane që mbështesin këtë lider, që e financojnë këtë për të, nuk e di, për shembull tani në rastin e përmbytjeve që vazhdimisht vazhdojnë dhe mbështesin një lider i cili po e dhunon demokracinë shqiptare, është e pafalshme që ne ta pranojmë këtë pa bërë zë vetëm se e bën Europa apo vetëm se e bën SBA-ja. Sigurisht nuk jam naive të besoj se ne jemi një popull shumë i madh, një shtet shumë i madh, demokratik, i fuqishëm, që nuk kemi nevojë për mbështetjen e vendeve tjera. Por fillimisht mendoj që kemi nevojë që ne të ndërtojmë së pari brenda nesh idenë për demokracinë, edhe dashurinë për demokracinë. Pra ne nuk mund të themi fakti që në thonjza Edi Rama po bën një, nuk e di, po krijon shumë mbështetje ndërkombëtare. Apo jep një kartolin nga Trumpi. Po sjell që kjo është pastaj flagrante fare, edhe sikur të ishte ashtu, fakti që Trump sot është problematik në shumë drejtime edhe kritikohet nga vetë amerikanët, tani ne me cilën anë të amerikanëve jemi. Se themi Amerika, por Amerika është ndarë në dy, sa janë pro, sa janë kundër. Tani ne me këja Amerikan janë të dy. Në këtë kuptim, mendoj që ne duhet fillojmë të ndërtojmë mendimin ton, mbi veten tonë së pari, pastaj mbi Europën, mbi perëndimin. Për mua është një rrezik shumë i madh, një kosto shumë e madhe nëse ne pranojmë gjithçka vetëm sepse Europa na kërkon, vetëm sepse Amerika na kërkon. Pse? Sepse kemi përfunduar duke pasur vazhdimisht lidera që nuk i heqim dot.
Pra, unë mendoj që në çdo vend tjetër të botës, Edi Rama nëse s'do kishte pasur oligarkin, krimin dhe mbi të gjitha mbështetjen e ndërkombëtarëve, do ishte hequr fakti që ne kemi ca ndërkombëtar, të cilët vazhdimisht flasin për progres, kur ne nuk e shohim dhe jo vetëm që shohim progres, ne shohim regres të dukshëm. Të thuash që zgjedhjet janë të lira ose kanë qenë brenda standardeve, kur ka qenë shumë e qartë që janë blerë, njerëzit janë kërcënuar nga krimi, është deformuar totalisht vullneti i njerëzve, është një turp shumë i madh për ata që e bëjnë. Pse e bëjnë? Ndoshta sepse ashtu ju intereson politikave të tyre, por në këtë mes, koston e marrim ne si qytetar shqiptar, koston e merr Shqipëria, koston e merr perspektiva jonë për demokracinë. Pra për çfarë demokracie mund të flasim ne sot ose edhe në të ardhmen, nëse ne japim të gjithë të drejtat tona që kemi mbi vendin, mbi politikën, mbi mënyrën si e ndërtojmë jetën tonë, ja japim ca njerëzve të tjerë. Dhe kemi parë që vazhdimisht na kanë lënë në baltë. Nuk është puna që ne po krijojmë këtu, ndoshta do të ndodh ose mund të ndodh. Ne kemi parë me mbështetjen që i është dhënë një autokrat, një njeriu antidemokratik, një hajduti të parave publike, vazhdimisht mbështetje, skandal pas skandal, një qeveri e cila është më shumë në burg se sa jashtë, është sigurisht në çdo vend të botës, logjika ta do që nuk do kishte më këtë mbështetje ndërkombëtare. Fakti që Edi Rama e ka të qartë që mund t'japi dhe ishullin e Sazanit, mund t'japi dhe shëngjinit për ndërtuar kampe, mund t'japi çdo pasuri që nuk është e tia. Gjithë urësinë perëndimore për parqe fotovoltaike. Nuk është e tia, është e jona. Unë nuk mendoj se ne duhet i rregullojmë marrëdhëniet me Europën apo me Perëndimin duke falur tokën tonë. Dhe kjo është një gjë të cilën nuk e diskutoj fare apo nuk nisem. Në këtë kuptim, mendoj që është e rëndësishme të mos e kemi këtë sikletin apo raportin inferioritetit me disa vende, të cilat janë aty sepse kanë prodhuar demokraci, sepse janë kujdesur së pari për interesat e shoqërisë vet, jo për interesat e shoqërive të tjera. Dhe mendoj që ka ardhur momenti që ne të fillojmë të bëjmë një bisedë sinqert me njëri tjetrin. Interesi për demokracinë shqiptare më i madh është i shqiptarëve, nuk është i ndërkombëtarëve. Dhe vazhdimisht ne presim, vazhdimisht një deklaratë, vazhdimisht që ne të themi që ky person është i korruptuar, ndërkohë që e shohim të çdo ditë në jetën tonë. E kemi përjetuar në familjet tona, në shtëpitë tona, në institucione, kemi përjetuar. Dhe pse na duhet ne të presim tani konfirmim, kanë disa institucione që kanë qenë burokratike, që kanë ndjekur interesat e veta, etj dhe mbi të gjitha, në njëri që edhe është korruptuar. Që janë korruptuar një pjesë dhe mbi të gjitha, disa institucione që kanë tradhtuar vlerat që ato thon vet. Pra nëse ti në emër të demokracisë më mbështet Edi Ramën në Shqipëri, më vjen keq po se bën këtë për demokracinë. Të mbështetësh është një autokrat, e bën në kurrizin tim si shqiptare, si shqiptar, dhe mbi të gjitha si individ që ka aspirat për demokraci dhe për liri në një vend normal. Kështu që në këtë kuptim mendoj që detyra është e shqiptarëve në këtë pikë. E kanë parë Europën si është sjell, e kanë parë Perëndimin si është sjell me ta vazhdimisht duke mbrojtur një autokrat, një hajdut paras publike, kështu që ata duhet marrin vetë në dorë fatet e vetes vet, shoqërisë vet, dhe të bëjnë siç ka bërë çdo shtet tjetër. Ky ishte një masterclass për ju të PD-s që po na ndiqni në këtë moment, se si mund të flasin edhe disa nga eksponentët tuaj pa qenë le të themi me defekte të tjera politike. Faleminderit shumë Sidorela, vlerësoj çdo fjalë që ti the dhe mbi të gjitha edhe angazhimin tënd në një territor dhe një terren jo dhe aq të lehtë për të çelur si Shqipëria, si ky asfalti jon i zi dhe me plasaritje. Miq të dashur, mbyllim këtu ka fshetur për ditën e sotme. Bashkë shihemi nesër, deri atëherë kujdesoni se s'keni drita dhe ujë. Rrini çik më shumë nëpër kafe.